Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për zhvillimin e karakterit të kafshët. Lind pyetja, a kanë karakter kafshët? Nëse e kuptojmë karakterin si mënyrë se si një qenie sillet, me reagimet e saj emocionale dhe mënyrën e ndërveprimit me të tjerët, mund të themi po, kafshët mund të kenë karakter. Në aspektin shkencor, ne themi se kafshët kanë temperament ose personalitet, që janë tipare të qëndrueshme të sjelljes. Për shembull, disa qenë janë shumë të zdërvjellët dhe miqësor, të tjerët janë më të qetë dhe të kujdesshëm. Disa mace janë kërkuese për përkëdhelje, të tjerat janë më të pavarura. Edhe te kafshët e egra, si delfinët, majmunët dhe zojt, vërehen dallime individuale në sjellje, që nuk lidhen vetëm me instinktin. Në aspektin filozofik apo moral, fjala karakter lidhet me ndërgjegjen dhe aftësinë për të dalluar të mirën nga e keqja. Këtu ndryshimi me njeriun bëhet i qartë. Kafshët kanë ndjenja dhe sjellje të ndërlikuara nga përvoja, por nuk kanë moral në kuptimin njerëzor. Karakteri i kafshëve është një përzierje e trashëgimisë, domethënë gjenetikës, dhe përvojës në mjediset ku rriten. Gjenetika. Shumë tipare të karakterit janë bazë biologjike. Për shembull, disa raca qenësh janë më të qetë e të bindur si labradori, dhe të tjerë janë më të zdërvjellët e territorial si dobermani. Brenda së njëjtës racë, disa individ lindin më të guximshëm ose më të frikshëm. Këto tipare lidhen me trashëgiminë e hormoneve, sistemin nervor dhe ndjeshmërinë ndaj stresit. Përfitimi nga mjedisi dhe përvoja. Kafsha mëson shumë nga eksperiencat e para të jetës. Mënyra se si trajtohet nga njerëzit, si socializohet me kafshë të tjera dhe çfarë përjeton. Një qen i rritur me dashuri dhe kujdes zakonisht bëhet më i butë e i besueshëm, ndërsa një qen që është keq trajtuar shpesh bëhet agresiv ose i frikësuar. Ushqimi, hapësira, prania e njeriut dhe muzika e zhurmat ndikojnë në zhvillimin e karakterit. Ndërveprimi midis gjenetikës dhe mjedisit. Trashëgimia përcakton bazën. Pra, çfarë potenciali ka kafsha? Mjedisi tregon se si shfaqet ky potencial në sjellje. Një kafshë me predispozit për agresivitet mund të bëhet e sjellshme në një mjedis të qetë dhe të dashur, dhe mund të bëhet agresive në një mjedis stresues. Karakteri i maceve mund të përmirësohet dhe zhvillohet në mënyrë të butë, nëse njeriu i krijon kushtet e duhura emocionale dhe fizike. Disa mënyra të sigurta dhe efektive janë durimi dhe qetësia. Macet janë shumë të ndjeshme ndaj toneve, zërave dhe lëvizjeve të shpejta. Macet nuk duhet të detyrohen të afrohen apo të përkëdhelen. Ato duhet të lejohen të vinë vetë tek njeriu. Durimi është çelësi që krijon besim, dhe besimi është baza e një karakteri të butë. Macja që njihet me njerëz, tinguj, kafshë të tjera dhe situata të ndryshme që e vogël bëhet më e sigurt dhe më e dashur më vonë. Kur macet tregohen të sjellshme, për shembull, nuk gërvishin, përdorin kutinë e rërës, afrohen me butësi, në këto raste duhet i japim një trajtim të vogël,
Pra, duhet të themi bravo me zë të butë. Një mace nuk duhet të ndëshkohet fizikisht. Ndëshkimi e frikson dhe e mbyll atë në vetvete. Një mace që ndihet e sigurt mëson të ketë karakter të qëndrueshëm dhe të dashur. Maceve u pëlqen të ndihen në kontroll në hapësirën e tyre. Ato duan vende për të ngjitur, si për shembull rafte dhe kulla për mace. Duan lodra për gjueti, litar dhe drita që lëvizin nëpër mure, dhe një vend të qetë për të stresuar. Komunikimi me macet duhet të bëhet me zë të butë. Ato shikohen në sy pa e ngulitur shikimin, sepse shumë mace e marrin si kërcënim këtë veprim. Syt duhet të mbyllen ngadalë, dhe kjo u tregon maceve një përqafim. Kjo ndihmon që ato të ndjejnë afeksion dhe lidhje emocionale me njeriun. Një mace që ka dhimbje, stres apo probleme fizike shpesh sillet ndryshe, bëhet më nervoze apo e tërhequr. Kontrolli te veterineri është shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe karakterin e maces. Njeriu ndikon jashtëzakonisht shumë në mënyrën si formohet karakteri i një maceje. Me dashuri, qetësi dhe respekt, macja bëhet mike e butë dhe besnike. Lind pyetja, po për qentë? Parimi është i njëjtë edhe për qentë, por mënyra e zbatimit ndryshon pak, sepse qentë janë më social dhe më të varur nga njeriu se sa macet. Ja se si mund të përmirësohet karakteri i një qeni në mënyrë të ngjashme, por me thekse të veçanta. Dashuria dhe durimi janë baza e çdo marrëdhënieje. Qeni e ndjen menjëherë tonin dhe energjinë e njeriut. Nuk duhet të zëmërohesh kur ai bën gabime. Ai mëson më shpejt me lavdërime se sa me ndëshkime. Një zë i butë dhe një sjellje e qëndrueshme i japin besim. Sjellja e mirë me një qen jep rezultate pozitive. Kur e therasim ai vjen, nuk afshon, pret me qetësi, dhe pas këtyre veprimeve i jepet një shpërblim i vogël, ushqim, lodër ose fjalë të mira, si për shembull bravo. Kjo forcon lidhjen dhe motivon sjellje të mira te qeni. Qeni duhet të mësohet që i vogël të shoqërohet me njerëz, kafshë të tjera, dhe të mësohet gjithashtu me zhurmat e rrugëse të makinave. Kështu, qeni formon një karakter të qëndrueshëm dhe të pafrikësuar. Një qen i izoluar shpesh bëhet nervoz apo agresiv nga pasiguria. Qeni është një qenie aktive. Nëse nuk qohet për shëtitje dhe lojra, ai grumbullon energji dhe stres. Lodhja e shëndetshme fizike dhe mendore, siç janë lojrat, ecja, trajtimi i lehtë, ndihmojnë që të jetë i qetë, i bindur dhe i lumtur. Qeni ka nevojë për rregulla të qarta. Kush është udhëheqësi i tij? Por kjo nuk nënkupton ashpërsi, nënkupton qetësi, qartësi dhe drejtësi. Nëse rregullat ndryshojnë çdo ditë, ai bëhet konfuz dhe karakteri i tij dobësohet. Siguria dhe kujdesi emocional. Qeni duhet të ndihet i mbrojtur dhe i pranuar. Nëse ndjen frikë, dhunë dhe pasiguri, karakteri i tij bëhet më i ndrojtur dhe i frikshëm. Nëse ndjen dashuri dhe qëndrueshmëri, bëhet i guximshëm, besnik dhe i dashur.
Shëndeti dhe mirëqenia. Si te macet dhe te qentë, sjellja ndikohet shumë nga shëndeti. Dhimbja, uria apo mungesa e kujdesit mjekësor mund ta bëjnë qenin nervoz apo agresiv pa shkak të dukshëm. Pra, si përfundim mund të themi se si për macet edhe për qentë është e njëjta logjik. Karakteri formohet me dashuri, përvojë pozitive dhe siguri. Macet zhvillojnë karakter përmes besimit të fituar ngadalë, ndërsa qentë përmes drejtimit me dashuri dhe bashkëveprimit aktiv.